بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ne do t'i tregojmë ti ngjarjet më të bukura përmes shpalljes së këtij Kur'ani, e ti me të vërtet nuk I ke ditur këto më parë. Gruaja e rëmbyer në hax. Na ishte njëherë një vajzë e re e quajtur Fahrije. Ajo lindi dikund në një fshat të Batmanit në Turqinë juglindore, diku afër kufirit me Sirinë. Ajo u rit në formë tradicionale fetare dhe dikur më vonë ajo u martua me Abdullahun, një djalosh nga një familje e quajtur Kara, që të dy filluan jetën në një provincë të largët të Turqisë. Edhe pse jeta ishte e rëndë në këto vise, por ama dashuria e dy të rive bëri që ata t'i kalojnë vështirësitë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin në jetën bashkëshortore. Lidhja e fuqishme shpirtërore mesin e dy të rive u kurorëzua me lindjen e shumë fëmijëve. Ata patën 12 fëmijë. Shkollimi, edukimi dhe rritja e fëmijëve ishte një sfidë tjetër në jetën e tyre. Atyre ju dasht shumë energji për t'i rritur gjithë këto fëmijë. Me durim dhe mençuri e kaluan edhe këtë sfidë të jetës. Kaloi një kohë e si duket, Zoti I shtoi mirësitë e tyre dhe shtëpia mbushet për plot bereqet. Abdullahu, pra burri I saj, një ditë prej ditëve dëshiroi t'i jep gruas së tij një syhariq, një mishde të madhe. Ai e thiri atë dhe u ulën në një qosht të dhomës, sikur dikur më herët dhe po bisedonin. Abdullahu e pyet: "Fahrije, sa vite I mbushe?" "O Abdullah, apo tallesh me mua? Ti e din sa vite I kam," ju përgjigj Fahrija. "Jo, Fahrije, nuk tallem, por dua të dëgjoj nga ti." 47, ju përgjigj Fahrija. "Po ja afrohemi gati të 50-ve. Abdullahu I tha: "Dua të flas për dëshirën e jetës tënde. Dua të di çka dëshiron më shumti në jetën tënde." "O Abdullah, ç'u bë me ty? Unë ta kam thënë dëshirën e jetës time, por kushtet tona nuk e mundsojnë atë. Unë jam praktikuese e fesë, falem dhe lutem, agjeroj dhe mundohem të rris fëmijët e mi me halal. Mua më mungon edhe kryerja e haxhit, pra dëshira ime e flakt është të shkoj në Mekë, ta prek Ka'bën dhe të falem aty, të shkoj në Medinë dhe t'i them përsa afërm I Resulullahit sallallahu alaihi wasallam: "Esselamu alejke ya Rasulallah, Esselamu alejke ya Habiballah, Esselamu alejke ya khajre khalkillah." Por kjo, o Abdullah, kjo nuk ndodh. Ne nuk kemi mundësi financiare për të shkuar atje. Oj Fahrije, unë dua sot të bëj me dije se ne të dy, pas 2 muajve do t'i bashkangjitemi karavanit për në haxh. Unë kam mbledhur pasurinë e duhur dhe do të shkojmë në Mekë, me të gjithë vëllezërit dhe me të gjithë motrat tjera nga viset tona. Fahrija e shikon burrin e saj dhe po manitet. Ajo u gëzua aq shumë sa që nuk I ndalte dot lodhët e gëzimit. Ajo tani e harroi krejt lodhjen e shumë viteve dhe jetës së rëndë. Një diell po shkëlqen në jetën e saj, një dritë po I futet në zemrën e saj. O Zot, sa e lumtur jam. U bën koha e haxhit, e të gjithë po grëmbullohen te aeroporti. Të 12 fëmijët dolën t'i përcjellin prindërit e tyre.
edhe të gjithë fëmijët dhe familjarët tjerë kishin dalur të përcjellin prindërit e tyre. Rruga e mbar ju qoftë, Zoti ju apranoft lutjet e u kthefshit mirë e shëndosh. Dëgjoheshte gjithandej zëri në aeroport. Turma e madhe e njerëzve po irriton Fahrien. Ajo po mbahet fuqishëm për krahun e burrit të saj që mos vallë po humbet në këtë turmë. Kur nuk kishte parë aq shumë njerëz të grumbulluar, kur nuk kishte parë këtë kallabllok. Ata arrin shëndoshe mirë në Arabinë Saudite dhe po strehon në hotel të bregu i Minës në Mekë. Të nesërmen, i tërë grupi nisët për kryerjen e tavafit dhe të sajit, dhe më pas të haxhit. Edhe për krah mira njerëzve në tavaf, pra në rrotullim rreth Qabës, Fahries i duket vetja se po fluturon mbi turmën e njerëzve. O Zot, gati bëhen 50 vite që po e pres këtë ditë. O Zot i kësaj shtëpie të shenjtë, fale këtë grua të dobët që të ka ardhur nga larg. O Zoti im, fale burrin tim, fali fëmijët e mi. O Zot, vazhdon Fahria me lutjet e pandërprerë, duke ngritur duart lart dhe duke mos e larguar shiqimin nga qabja e ndriçuar. Më shumë se 2 orë zgjati kryerja e riteve fetare afër Qabës, më shumë se 7 kilometër kishte ecur në 2 obligimet e umrës, por Fahria as kohën e as lodhjen nuk e kishte hetuar fare. Disi ajo kishte dalur nga llogaritja e kohës dhe e hapësirës. Si duket, ky ishte edhe momenti i fundit kur Fahria pati shkas për t'u gëzuar. Tash vjen sprova, tash vjen hidhrimi, tash vjen kulmi i vështërsisë dhe kështu edhe fundi i gjithçkaj që ishte e ëmbël dhe e mirë për te. Fahria kthehet me burrin e saj dhe me tërë grupin për në hotel. Ata duhet të kalojnë përmes një tuneli të gjatë për në Minë. Të gjithë po ecin në rreshta të gjata dhe flasin me njëri tjetrin. Të gjithë të veshur me të bardha, të gjithë duke ecur dhe duke shprehur kënaqësinë e shijuar në tavafin e Zotit, në prekjen e Qabës, në freskinë e ujit të Zemzemit. O Zot, sa ndjehem mirë. O Zot, sa jam e lumtur, thot Fahria, sikur kjo të ishte dita e xhenetit të saj. Papritmas ndodhi një pëlqitje e fuqishme, një zhurmë e madhe. Njerëzit filluan të vrapojnë, kush andej e kush këndej. Nga se tuneli ishte përplot me njerëz, ata fillojnë të shtyrin njëri tjetrin që t'ja dalin më lehtë. Kjo shtyri vazhdoi kështu derisa u plasën në tokë disa njerëz. Duke ikur nga ky kaos, turma filloi të shkel mbi njëri tjetrin. Disa kalonin e të tjerët binin po ashtu në tokë. Abdullahu dhe Fahria ishin në fillim të tunelit. Edhe ato dy i kaploi ky kaos. Edhe Abdullahu mbet pa vetdije në tokë, kurse Fahria me lëndimet e lehta. Ndihma e shpejt arriti, por nuk ishte në gjendje që t'i mbante të gjithë të vdekurit apo të lënduarit, nga se numri i të lënduarve ishte shumë i madh, përderisa numri i të vdekurve ishte 1426 persona, nga të cilat afër 450 haxhlerë nga Turqia. Për të ndihmuar organet zyrtare të spitalit, ndërhyn edhe ndihma e civilistëve që mbartnin të lënduarit me veturat e tyre private për në spital. Abdullahun e ngarkuan në një veturë të ndihmës së shpejtë, nga se ishte pa vetdije, përderisa Fahrien e mori një person në veturë civile, nga se ishte me lëndime më të lehta. O Zot, a thua vallë si është Abdullahu? O Allah, a thua vallë ka vdekur buri im? Ofshonte Fahria gjatë të rrugës për në spital. Personi në fjalë vozit me veturën në formë të shpejtë, kurse Fahria po falenderohet në gjuhën e saj për këtë vepër të mirë të këtij njeriu të mirë. Ajo pret me shpresë të takohet me Abdullahun te spitali më i afërt. Kaloi gjysmë ore vozitje të shpejtë dhe nuk mbrin askund. Me zor po pret të shohë një spital të mbushur me vetura të shumta dhe turma të njerëzve, por kot.
Minut pas minuti, po sheh se porallohen ndërtesat dhe më shkretira po sundon në horizont. Plagët e saj të marra nga tuneli i shkaktonin dhimbje, por pasiguria që i krijohet tani më është dhimbja më e madhe për te. Kush është ky njeri? Çka do nga unë? Ku më dërgon ky njeri? Ishin pyetjet e saj të një pas njëshme. Ky ishte një burr nga periferia e Medinës, i cili shfrytëzoi këtë aksident në Mekë për të rrëmbyer Fahrien dhe për të gjetur një nuse për vete. Ai e dërgoi Fahrien në një vend në shkret të tjerë të Medinës, në një vend të fshehur dhe mirë të mbrojtur nga bota e jashtme. Aty e mbylli. Tashmë Fahria e kuptoi se çka po ndodh. Tashmë ajo i humbi shpresat se do të shohë ndonjëherë fëmijët e saj, e aq më pak burrin që më edhe ashtu ndoshta ka vdekur. Abdullahu nuk kishte vdekur. Ai doli nga spitali pas një jave dhe filloi të kërkonte gruan e tij Fahrien, që e njihte që nga fëmijëria. Nuk e gjeti dot. Vazhdoi me javë të tëra të kërkonte në çdo spital dhe në çdo qoshtë të Mekës, por kot. Dita ditës po e humb shpresën se do të gjejë gruan e tij. Nuk mbeti derë pa trokitur, e Fahria nuk është askund. Mendimi më i keq i sillet në kokë. Ajo ndoshta ka vdekur dhe unë kam qenë në spital pa vetë dije, e të tjerët e kam vorosur. O, Zoti i madh, unë doja t'i bëj një surprizë gruas time, por ja bëra varrin asaj, ofshon Abdullahu. Ai hyp në avion dhe kthehet në Batman, për të lënë pas vete gruan në një vend të panjohur, për të lënë ashikën e jetës së tij të lidhur në shkret të tjerë. Në aeroport e presin të gjithë fëmijët, po ata që e përcollën, por këtë herë jo me buzëqeshje dhe me kënaqësinë që e patën përpara ca javësh. Gjithandej u hap lajmi për vdekjen e Fahrijes. Gjithandej po zotronte dhimbje, të gjithë vinin për ngushëllime, e të gjithë ja zbutnin dhimbjen duke i thënë: Zoti ka caktuar vdekjen e saj në vend të shenjtë e në kohë të haxh. Shpresa se Fahria është në xhennet dhe po kënaqet me mirësinë e Zotit e mbante Abdullahun të gjallë dhe e bënte krenar, dhe me shpresa se ajo lutet edhe për burrin e vet nga xhenneti. Kaluan vite dhe vite. Fahria u harrua nga rrethina, u harrua nga të afërmit, bile u harrua pjesërisht dhe nga fëmijët, përveç nga Abdullahu. Ati nuk i kalonte çast pa e përmendur Fahrien. Në Medinë, Fahrijes i lindën edhe 3 fëmijë tjerë me rrëmbyesin, 2 djem dhe një vajzë. Po nis një kapitull i ri në jetën e Fahrijes. Fëmijët e saj të dytë u rritën, nga se nga dita e rrëmbimit e deri më sot po mbushin 27 vite. 27 vite pa Abdullahun, 27 vite pa fëmijët, 27 vite në ankth dhe në frikë. Ajo e dinte më se nuk ka kthim, por së paku Abdullahun e kam diku nën këtë tokë, thoshte ajo çdo natë para gjumit. Ai pushon në varr diku në afërsinë time, dikund në zemrën time. Ajo hyri në moshë të pleqërisë dhe jeta e saj po kthehet në një normalitet, me fëmijë që tani më kanë vende të ndryshme të punës dhe po fillojnë të martohen. Fahria po përgatit gjësende që i ka blerë për t'i nxjerrë në shitje dhe kështu të bëj ca të holla për fëmijët e saj. Ajo del në rrugët e Medinës, sikur edhe shumë gra të tjera, ulet në një qosh dhe i ekspozon materialet për shitje.
pak tespiha, pak shamia e pak kanë në gjirosje për gratë. Ishte koha e haxhit dhe njerëzit pas kryerjes së haxhit vinë edhe në Medinën e ndriçuar për të falë ca namaze në xhaminë e pejgamberit dhe të kthehen në vendet e tyre. Veshët e Fahrijës po dëgjojnë turqisht. O sot, sa vite u bon që nuk dëgjova këtë gjuhë amë. Një grup grash turke dëshironin të blenin të spiha të Fahrija. Ata po mundohen të pyesin për çmimin. Njëra nga to po mundohet në gjuhën arabe, 1-2-3 fjalë me i goditur, e tjetra në anglisht. Fahrija nuk ju përgjigjet. Ajo vetëm e shikon dhe po kënaqet me gjuhën e tyre që po flasin. Përderisa ato gra po e shohin se kjo nuk përgjigjet, i afrohen të shohin se çhalli ka kjo grua. Është në moshë dhe ndoshta nuk dëgjon mirë. Afroje edhe pak më afër dhe pyete, i thot njëra grua tjetrës. Fahrijës po i rjedhin lotët. Sikur po e shihte veten si pjesë e atij grupi e jo si shitse në rrugë të Medinës. Si sot ju kujtuan të spihat e blera me Abdullahun, që po i pregadisnin për familjarët dhe akrabat që do t'ju asjellnin pas haxhillëkut. Oj motra, mos më folni në arabisht, e as në anglisht. Unë jam turke si ju, dhe emrin ma thuajnë Fahrije. Unë jam nga Batmani. U habitën gratë. E çka bën këtu? Unë jam këtu pa dëshirën time. Ja po u arrëfej historinë time dhe ju lus deri në qiell, që kur të ktheheni të shkoni te familja ime dhe t'i tregoni. Thuani se Abdullahu ka vdekur, kurse unë jam rrëmbyer. Thuani të më kërkojnë në Medinë. Ajo u shpjegoi me orë të plota për ndodhinë e saj. Gratë po e dëgjonin dhe po qanin fatin e rënd të kësaj gruaje. Ata u kthyen në hotelet e tyre dhe po i rrëfejnë udhëheqësve të haxhit për rastin e ndodhur. Me të kthyer në Turqi, këta udhëheqës shkuan te familja e saj, i takuan fëmijët dhe Abdullahun. O Haxhi Abdullah, ç'të gjeti ty me gruan tënde në haxh? Ata deshtën të verifikohen nëse rrëfimi i kësaj grue ishte i vërtetë. Kur ata dëgjuan prej Abdullahut dhe fëmijëve të saj për rastin, atëherë i treguan Abdullahut se Fahrija jeton. Ajo gjendet në Medinë dhe është rrëmbyer nga dikush atje, dhe që atëherë ajo nuk ka patur të drejtë të dalë në rrugë, përpos tani më që ishte mplakur. Tani i është lejuar të dalë në rrugë të Medinës, dhe se ajo ka gjetur grupin e grave të karavanit të haxhlerëve tanë dhe ju ka rrëfyer për gjithçka. Ajo jeton. O Zoti i Madh, o Allahu im, më jep forcë të duroj edhe një dhimbje, ofshon Abdullahu. Pisklimat e vajzave të saj dëgjoheshin gjithandej. Me njëherë nisën procedurat ligjore dhe me njëherë nisi kërkimi. Tërë familja u paraqit në programin turk për kërkimin e të humburve, i cili dërgoi një korrespondent në Medinë. Pas një kohe, arriti korrespondenti të gjej Fahrijen dhe familjen e saj të dytë. Ai gjeti Fahrijen në moshë të shtyrë, 74 vjeçare, dhe rrëmbyesin e saj, 85 vjeçar, dhe 3 fëmijët e tyre. Kjo iniciativë kaloi në kanale shtetërore, derisa edhe vetë kryetari i Turqisë kërkoi këtë rast nga mbreti i Arabisë Saudite që ta zgjidhë. Tani më ishte shndruar edhe në komplikim emocional, ngërç ligjor, si dhe familjar të dy anshëm në Medinë edhe në Turqi.
O Zot, çfarë po ndodh në dynja? O Zot, mos na sprovon më shumë se sa që mund të mbajmë. Thuani kësaj duaje, amin. Projekti nga Xhamia Vil. Përktheu, përgatiti dhe lexoi Bekim Alimi.